Sektori i transportit publik në Shqipëri është futur në një krizë të thellë, duke detyruar operatorët e 450 linjave urbane dhe interurbane të reduktojnë shërbimin nga 40 deri në 60%. Vendimi drastik vjen si pasojë e shtrenjtimit të çmimit të naftës, që sipas përfaqësuesve të shoqatave të transportit ka rritur kostot operacionale me rreth 800.000 euro në muaj. Në kryeqytet, numri i autobusëve në qarkullim ka rënë nga 200 në vetëm 115 mjete, ndërsa në qytete si Vlora, Berati dhe Peshkopia, reduktimi ka arritur nivelin maksimal prej 60%. Kryetarët e shoqatave, Dashnor Memaj dhe Konstantin Foni, i kanë dorëzuar ministrive përkatëse një paket antikrizë emergjente, ku kërkohet ndërhyrje menjëhershme financiare. Kërkesa kryesore e operatorëve është rimbursimi i naftës me 100 lekë për litër, duke u bazuar në precedentin e vitit 2022. Për të stabilizuar situatën për një periudhë 6 mujore, kërkohet një fond prej rreth 3 milionë eurosh, i cili sipas shoqatave është i përballueshëm për buxhetin e shtetit dhe i lehtë për t'u administruar përmes faturave tatimore. Përveç kompensimit të drejtë për drejtë, paketa parashikon masa radikale fiskale, si heqjen e taksës së qarkullimit dhe akcizës për këtë sektor, si dhe uljen e TVSH-s nga 20% në 5%. Operatorët argumentojnë se transporti publik është një shërbim jetik social dhe duhet të trajtohet me lehtësi të ngjashme si sektori i peshkimit. Deri më tani, institucionet nuk kanë dhënë asnjë përgjigje zyrtare, ndërsa shoqatat paralajmërojnë për shkallëzim të mëtejshëm të reduktimit të shërbimit nëse kërkesat e tyre vijojnë të injorohen.